هي جنة طاب وطاب نعيمها Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Vëllezër të nderuar musliman, Allahun azza wa jalla falenderojmë. Falë dhe ndihmë vetëm prej atij kërkojmë, salavat e selamet për shëndetit e përzemërt të Muhamedit alayhi salatu wassalam ja çojmë shokëve të tij, familjarëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin në rrugën e tij deri ditën e Kiametit. Sot me emrin e Allahut azza wa jalla do të flasim për një tregim të çuditshëm, i cili nuk është transmetuar në Kur'an, mirë po është transmetuar në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dietarët thonë se në Kur'an është i cekur indirekt pa emën në ajetin ku Allahu azza wa jall thot hatta idha jaa ashratuha, derisa të vinë shenjat e ditës Kiametit, e thonë se prej shenjave të ditës Kiametit është edhe Dejjalli. Do me thonë, indirekt është i përmendet në këtë ajet Dejjalli është një njeri i cili është prej bijve të Ademit a.s. Do me thonë, nuk është diçka tjetër vetëm se një krijesë prej krijesave të Allahut azza wa jall, i cili ka me lind prej babës dhe prej nanës, i ka disa tëmeta në trupin e tij, i ka edhe disa sende që ja ka dhënë Allahu sprov për ato, që ai ti devion njerëzit prej rrugës vërtet, që mas fund ai ta meriton dënimin e dhemshëm. Një hadith të cilin e transmeton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga një sahabi, nga një shok i vet, që ne jena mësuar që çdo herë hadithet i transmeton sahabiu prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë rast, okon ndoshta thuj se i vetmi rast apo shumë prej rasteve të ralla ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kallëzuar diçka që e kanë dëgju prej një sahabiut. Pejgamberi a.s. shumë më herët njerëzive ju ka kallëzuar për Dejjallin. E ka kanë një sahabi që e ka pas emrin Temim ad-Dari, i cili Temim ad-Dari radhiyallahu anhu, o kanë mas përpara o kanë krishter, arab krishter. Dhe ai me disa njerëzi prej fisit Gjudham edhe një fisit tjetër, dikun 30 veta kanë marrë një udhtim. Edhe kanë dalë me një deti, me anije, dhe kanë hez derisa valët e detit mëdhoja ja u kanë hupë rrugën në deti. Dhe ato janë afru afër një ishullit që janë dalë ati dhe me barka më të vogla me njerëzit tjerë kanë zbrit dhe kanë shku deri me një vend. Dhe kur kanë shku të ai vend, e kanë po sa ajo shkretin është e pabanume. Vetëm se kanë hec në për atë, kanë po sa ai ishull është i pabanum, dhe kanë hec në për atë ishull dhe janë afru ofër një shpellës, që në himjen asaj shpellës ka qëndru një kafsh e cila ka kanë krejt qime, sa që ka thonë Temim ad-Dariu, nuk kena mujt të dalojmë ku e ka kryen, ku e ka pjesën e mbrapshme të trupit prej qimeve qatë shumë që ka pas. Dhe i kena thonë asaj, çka jeti, kena mendu ta se është naj shejtan, naj gjin. Ajo ka thonë, unë jam gjessase. Ka thonë, mirë po ka thonë, hini në këtë shpellë, se këtu është një njeri që është i përmallum që t'ju zatekje juve, që t'ju takoje juve dhe t'ju pyetje juve për diçka. Atëherë, ka thonë Temim ad-Dariu, him në atë shpellë, kur e pam një njeri i prangosur me pranga dhe ishte pak me trup si i madh dhe e kishte njënin sy të verbër, e njënin si tjetër e kishte nxjerrëm jashtë. Do me thonë, pak të nxjerrëm jashtë, jo të nxjerrëm jashtë varrën për ftyrën e vet, po pak si çitëm jashtë. Edhe njënin si e kishte verbër, thuj se thot si rushi i thot. Do me thonë, mshelëm e ka, njënin si të verbër, krejt. Edhe thot, ai person i kish flokët e mëdhoja, të gata dhe të kachorelta, dhe pasi që hinjem në ati, a i tha, na veti, kush jeni ju? Ne i thamë se jena disa arab prej fisit Gjodham dhe një fisit tjetër, kena dalë nudh dhe na ka
marr valët e detit dhe na kanë prunë këtu te ju. Ka thonë, për kush je ti? Ka thonë, ka dalë, unë ju kallëzoj në fund se kush jam unë. Ka thonë, ju a jeni afër atij pejgamberit që është pejgamberi i fundit, apo pejgamberi që është analfabet, që nuk di me shkruaj dhe me lexu? Ka thonë, po. Ka thonë, a ka dalë ai pejgamberi? Ka thonë, po, ka dalë. Ka thonë, a i ka thirr popullin e vet në islam? Po. Ka thonë, a jam përgjigj? Ka thonë, deri diku jam përgjigj njerëzit. Ka thonë, a e kanë luftu populli vet? Ka thonë, po. Ka thonë, kush e ka mund? Ka thonë, ka dhe njëherë këto e kanë mund, për shembull Bedër, ka dhe njëherë këto kanë hu, për shembull si në Uhud. Ka thonë, t'ju veti ka thonë për disa sende tjera. I ka vet, ka thonë, çka është puna e liçenit Taberiut? Ka thonë, a shtohet uji apo paksohet? Ka thonë, po shtohet uji. A ka ujë mas pari? I ka vet. Ato ka thonë, po. Ka thonë, çka është puna e hurmave të filan vendit? Kanë thonë, a ka hurma, a bojnë hurma? Ka thonë, po. Ka thonë, çka është puna e një vend burim ujit? Ato kanë thonë, shkon duke u tha, duke u humb uji. Ka thonë, paska ardh, paska afru vakti që unë me dal. Ka thonë, tash kam ju kallëzu kush jam une. Ka thonë, unë jam Mesihu Dejjal. Ka thonë, unë jam Mesihu Dejjal. Ka thonë, une kam me dal në atë kohën kur kam me më dhanë Allahu Azza wa Jall leje me dal. Unë kam e shëtit tanë botën, nuk kam e lënë vend pa hi dhe pa hec. Vetëm se në Mekke edhe në Tajbe, në Medine, ka thonë e kam ndaluar me hi, aty kam e ndal me laçet me hi. Ka thonë vendet tjera krejt kam e i hec. Dhe këto njerëzit janë frikë dhe trishtu. Pastaj ki ju ka thonë leje dhe ka thonë hesni dhe dilni prej këtu dhe shkoni. Ka thonë keni gëzu me këtë lajm që ma keni dhonë mume. Dhe më thonë vëllezër të nderuam, shqyqoje se kjo ka kaluë 1400 vjetë e diçka, edhe ka që ka ndodhë, do me thonë, ki tregim ndërmjet këtij sahabijut, e deri tash hala nuk ka dalë Dejjalli, ai ka thonë mu ka afru vakti me dalë. Dhe Temimi Dariu radiallahu anhu, pasi që i ka ndodhë kjo, drejt ka shkuën në Medinet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ki kur ka shkuën në Medinet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja ka tregu këtë tregim çka ka pa dhe çka i ka ndodhur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka gëzu se pejgamberi më herët ju ka pas tregu shokëve të vet për këtë gjë, që për Dejjallin që ka me dal, dhe tash u ka gëzu që vjen dikush që e vërteton fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Temimi Dariu radiallahu anhu thot pejgamberit alayhi salatu wasalam se du ta pranoj Islamin, thot jep ma dorën që të ta jap besën që kam e pranuar Islamin dhe kam ju përmbajt rregullave të Islamit. Dhe e thot shahadetin dhe pastaj bëhet musliman dhe e hjek kryqin dhe i hjek ato teshat që i ka pas të krishterizmit apo teshat e priftit që i ka bajt përpara Temimi Dariu radiallahu anhu. Dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam del në xhami dhe i mbledh muslimanët dhe transmetohet që dikush prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thonë u thirr për në xhami es-salatu xhamia, mlidhni për namaz në xhami, mlidhni për namaz në xhami dhe u mlodhën njerëzit dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha sot më ka ardhur një tregim i gëzueshëm, një haber, një lajm i gëzueshëm, ka thonë ka ardhur një shok që më ka tregu për ato që unë ju pata tregu juve më herët. Ka tregu për Mesihun Dejjal, i cili ka me dalë dhe ka me qenë fitnja më e madhe, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë çdo pejgamber i ka paralajmëruar popullin e tij për Dejjallin, edhe unë po ju paralajmëroj për Dejjallin dhe ka thonë dini se ai është me të meta, dini se ai njonin sy e ka të verbër. Ka thonë nëse del ai kam i shkruajt në mball kafir, e lexon ato çdo musliman, koft që din me shkruajt dhe me lexu, koft që s'din me shkruajt as me lexu. Ka me lexu atë send në bollin e tij. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithe tjera ka bërë shumë paralajmërime për Dejjallin, ka thonë se Dejjalli ka me qëndrue
në tokë 40 ditë, dita e parë ka me qenë sa një vjet, dita e dytë ka me qenë sa një muaj, dita e tretë ka me qenë sa një javë dhe ditët tjera kanë me qenë si ditët tjera të rëndomta. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka parajmëruar se shkatrimi i Dejxhallit do të jetë në dorën e Isës alayhi salatu wasalam, i cili do të zbritje pasi që dalë fitnja e Dejxhallit, fitnja më e madhe që dëniherë e ka pa dhe do ta sheh toka. Domethënë kur gjon nuk është fitnja e grave, as fitnja e alkoolit, as fitnja e muzikës dhe fitnet e harameve tjera, çka ka me kon sprova e Dejxhallit ndaj njerëzve. Shumë njerëz ka me deviju para Dejxhallit. Dhe Dejxhalli pasi që ta krija atë, domethënë punën e vet, pasi që ta bëja atë fitnën e vet në tokë, ka me ardhur Isa alayhis salam që ka me zbrit prej qiellit dhe ka me mbyt Dejxhallin në një vend i cili quhet Bab Lud, afër Palestinës, domethënë afër qytetit Beitul Maqdis, që Isa alayhis salam do ta mbitje Dejxhallin dhe do t'i thote: o Dejxhall, ka dalë se unë ka thonë e kam një goditje për ti dhe nuk kime më shpëtua. Dhe do ta godet Dejxhallin dhe do e mbyt dhe do të përfundon, kështu do të përfundon sprova më e madhe për njerëzit që dënjëherë ka ekzistuar. Për fund do t'i cekim disa dobi që nxjerren nga ky tregim. Vëllezër të nderuar, nga ky tregim mund t'i nxjerrim disa dobi. Dobia e parë të cilën e nxjerrim nga ky tregim është se Allahu Azza wa Jall pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam e ka lajmëruar me disa nga gajbiatet, disa nga sendet e fshehta që nuk i ka ditë pejgamberi sa nëse mirë, po Allah Azza wa Jall e ka lajmëruar, si për shembull për Dejxhallin i cili do të del para fundit të botës, para përfundimit dhe shkatrimit të botës, dhe që këtë gjë ja ka vërtetu shoku i tij, sahabiu Tamim ad-Dari, i cili e ka taku personalisht Dejxhallin. Pastaj dobia e dytë e cila nxjerret nga ky tregim është se Dejxhalli ka me qenë fitnja sprova më e madhe e cila ka ekzistuar dënjëherë në fytyrën e tokës, dhe se Dejxhalli do të qëndrojë në një kohë të caktuar në tokë derisa Allahu Azza wa Jall ta mbitje në dorën e Isës alayhis salam dhe t'ia japë dënimin e tij ditën e Kiametit siç e meriton. Pastaj dobia e tretë e cila nxirret nga ky tregim është se çdo gjunah dhe çdo mëkat dhe çdo krem që bëhet në këtë botë e ka përfundimin e keq në këtë botë dhe në botën e ardhshme, sikur që ka me e pas përfundimin e keq edhe fitnja e Dejxhallit në këtë botë dhe në ahiret, që ka me pas dënimin e madh te Allahu Azza wa Jall. Pastaj dobia e katërt që nxirret nga ky tregim është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka lënë diçka që është me rëndësi, koft e mirë apo koft e keqe, vetëm se ja ka tregu popullit të vet, vetëm se ja ka tregu muslimanëve, sikur që është për shembull tregimi i Dejxhallit, ju ka tregu se është një fitnë, një sprovë e madhe që i pret popullin e tij, muslimanët, të cilët kanë me ardhur pastaj, dhe se ka më shpëtuar vetëm ai i cili është i kapur për Kur'an dhe të mësaj është i kapur për fe, dhe se ai i cili hik dhe fqehet nga Dejxhalli. Dhe për fund e lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu na mbron prej sprovës Dejxhallit dhe të na ruan prej gjithë të gjunoheve dhe të metave dhe gabimeve tjera, dhe lutem Allahun Azza wa Jall që Allahu na mundson që të shpëtojmë nga sprova e Dejxhallit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu 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 Allah Allah